E në ardhë të një burim I ujit që bubullon. Ky burim gjendet në fshatin Zhegoc, komunën e Gjilanit. Është shumë karakteristike dhe njihet kur të afrohesh. Ngaj? Hajde ngaj, qysh njihet të bubullu uji. Amo është interesant ja është këtu se këshire be vëlla. Sa toja, sa peni, sa çka s'ka këtu të lidh atë nyje. Afrov. Që ta shemi, ta lau mikrofonin ngoje se s'pedia po njihet. Këshire ujin, po bina I ka. Ku kënon pse erdhëm. Edhe me sy e shef se del ujë nalt, pinën tokës, do me thonë, del nalt sipërfaqe, mirë po prap kthehet poshtë. Askush nuk e mon mend që nëherë që ky ujë ka rrjedh. Një gojdhon çka e nita thonë, ty nëherë kinse. Një banor I fshatit këtu, e pas ka fut një shtagë, një shkop. Këtu, e dikur në Gilan atje pas ka dalë kjo nuk është të vërtetuar në shkencërisht, po gojdhon, më mirë me thonë rran. Po ndoshta mund më konë edhe vërtet, ku e di. Po çka kanë shfrytzu banorët, jo vetëm fshatit Zhegoc, po kush kanë dëgju për që burim, e kanë shfrytzu shumë për besëtni ndryshme. Dikush ka ardhur me gjetë fatin, me pikë ujë. Amo analizat, është interesant, nuk ka dalë dikush me thonë që I kena bë analizat e këtij uji edhe është I pishëm. Ku e di ti çfarë uji është ky? Çfarë bakterie ka? E njerëz e kanë shfrytzuar domethënë, edhe lopa nëse si ka qenë qumsht, kanë marrë ujë. Kanë marrë ujë këtu, mi thon lopës se tani ka shtu lopa qumshtin. Domethënë, këtu e kanë ardhur te ky vend, ky burim, dikush me gjetë kishe fatin e jetës, mi shku marë, biznisi, ku e di çka, për mbarësit ndryshme kishe, edhe që lidhin pej këtu, qebe, harrat ndryshëm, po është zotin më ka duk sikur lirë që kjo. Unë s'po qënë nej pare, bilet jam marë, mëse. Unë s'kam shune kush pare qëtë, ej! Pasha zotin. Amo, edhe një fakt, se komuna, sa është fenomen, nuk mund është me gjithë letë kësi lloj burimi të ujë që bubullon edhe prap jetë me një vend ujë, nuk rrjedh. Qërë, komuna e këta që ka mbrojt me ligj, e ka fut në mbrojtje të saj këtë burim, edhe pse këto shqiptarët ja pas kanë fut një dy pluma jana, po tybe, 2 pluma e pas ka fut dikush. Po gjak nxehtë jena na, në përgjithësi edhe. Komuna e Gjilanit, domethënë tash e ka në mbrojtje këtë burim. Interesant, fenomen. Shure bakallin këtu. Me marr ujë, dikush merr pin. Ej, subhanallah. Çka s'ni njeri pasha zot. Veç mos më garantus me pas në kamerë këtu. Këtu a disa magjistari vjen me që. Ku me ditë sa tehiri është, sa sihri është këtu. S'pe prejkjo nëse jam pa vdes. Tut na hone. Amo, këtu njerëz as dreqi se në bjen fije shken të bo. Mu la me këtë ujë, që kur ka arë shëngjergje, mi la fëmijën me këtë ujë, me shku marë, me pas mija shëndet. Ej, ku për ta po, pas me të me la me këtë ujë, ani me pimo. Veç jena para kamerës të një më akuzojnë të një javë ke prish mbarësi njerëzve se mjetë javë kallë krejt. Edhe pse, realisht, kër im konë para disa vjetë që tu, s'ke mujt me pa këtu. Krejt, loj toje, loj perde, qebe, shka s'ka pas. Po nështë dhe pas ka pas rukët atë komunës. Nuk di vla qysh e menojnë që këtë ujë mund me ndiku diqka në jetën e tyne. Bash ta provojna sa është I fejllë.
Jo, be. Lëq, po do ka qërtë. Muni me na shkruj neve nëse keni në një rast që është një fenomen natyror. Që është i rallë, mujna marrë me vizitu. Bashkëpunojna pak, ha? Shruna një në channel tona ku i kena në qop Facebook, në TikTok, mesazh edhe çane lokacionin ku qysh vim e vizitojmë kismet. Këtë videot e tona i keni në chanelet e pyetjes. Shihmi për videot e tjera.